Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gazra dhe fryrja, pini 3 glënka nga kjo pije dhe prisni 15 minuta. Funksionimi normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe sigurisht është një faktor kyç për funksionimin e organizmit në tërësi. Kjo është edhe arsyeja pse është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje tretjes. Gjërësisht, një jetë e shpejtë duke përfshirë një dietë të tillë siguroi që problemet me jashtëqitje të bëheshin një nga problemet kryesore shëndetësore të një numri të madh njerëzish dhe një simptom e epokës moderne. Ne këtu do t'ju sillim 3 përbërës të cilët do t'ju ndihmojnë në fillimin edhe të tretjes më kokfort. Ujë të ngrohtë dhe limon. Shtrydhni një limon në një gotë me ujë të vakët dhe pijeni. Ju gjithashtu mund ta konsumoni këtë pije si një masë parandaluese edhe për të parandaluar dispepsin. Ndërkohë mund të përdorni vaj ulliri dhe limon. Gëlltisni një lugë me vaj ulliri, opsionalisht të holluar me lëng natyral limoni. Ky ilaç shtëpiak shërben për fillimin e tretjes dhe është mirë të konsumohet në mëngjes ose disa orë pas një vakti. Sod buke dhe ujë të vakët. Përzieni gjysmë luge të vogël sod buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej brezash si një aleat mjaft i mirë i tretjes së dobët, por nga ana tjetër është e rëndësishme të theksohet se duhet të përdorni vetëm sodë farmaceutike pa alumin, të cilën ju mundet që ta blini në farmaci. Kjo recetë nuk rekomandohet për ata të cilët vuajnë nga ulçëra në stomak. Këto këshilla janë njëkohësisht të mirë se ardhura kur tretja është aq e ngadaltë dhe ka nevojë për ndihmë që të kryhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe për të mos ndezur dritën e kuqe të alarmit, mos harroni të përfshini në menun tuaj ditore ujë, probiotik, fruta dhe perime të pasura me fibra, fasule, karrota, brokoli dhe njëkohësisht manafera, si edhe portokallet. Dritrat e plota ku përfshihet elbi, orizi, kafë, tërshëra dhe mos harroni të lëvizni edhe nëse vetëm një shëtitje për 10 minuta nëpër lagje. Ndërkohë, dita kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri e kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mundet që të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka tërësisht e paevitueshme, por receta që ne do t'ju sjellim sot do t'ju ndihmojë që ju të largoni fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira për të parandaluar barkun e fryrë do t'i gjeni në këtë video. Një ndër to janë ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe sigurisht më natyrale për të larguar këtë problem, një herë e mirë, është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin tuaj që të kryejë siç duhet të gjitha funksionet e tij dhe ndërkohë mundet që të konsumoni kastravec. Kastravecët janë ushqime të cilat rekomandohen më së shumti pasi kanë veti që të mbledhin toksinat e trupit dhe t'i nxjerrin ato jashtë për shkak se përmbajnë sasi të mëdha ujë. Kalium. Ushqimet e pasura gjithashtu me kalium, siç janë bananet, portokalli dhe njëkohësisht avokado, stikat apo kivi, ndihmojnë në shfryrjen tuaj të barkut dhe në nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi përmban disa vitamina dhe njëkohësisht disa minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosti, qumshti apo djathi, ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija.
Gatimi i perimeve. Ky është një hap tërësisht i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapokëputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë, për të evituar fryrjen e barkut, mundohuni t'i gatuani ato para se ju t'i konsumoni. Ndërkohë, sipas ekspertëve, kjo e mesme art do t'ju ndihmojë që të keni një bark të sheshtë dhe njëkohësisht të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni sa më shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ato ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar kështu fryrjen. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vaktet apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe shumë shije. Mund të zgjidhni të bëni edhe ndonjë çaj tjetër bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Përmendim këtu çajin me xhinxher apo atë me nenexhik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet anësore që i shkaktojnë organizmit dhe një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse mund të jenë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu përmendim brokolin, lule lakër, bishtë ajore, moll, dardha apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë për keq sistemin tretës, por ju bëjnë ju edhe që të shtoni në peshë. Ndërkohë ekziston një mënyrë e lehtë për të trajtuar fryrjen e barkut në 60 sekonda. Gjithçka mund të arrini fal ujit, recetës magjike që nuk përmban asnjë kalori. Uji ka marrëemrin e dietologës dhe nutricionistes së famshme Cynthia, e cila ka dalë në përfundimin se këto përbërës, çuditbërës, mund të përmirësojnë funksionet metabolike, të përshpejtojnë procesin e tretjes dhe të shfryjnë barkun. Ndërsa ju thuhet se duhet të pini 8 gota ujë në ditë për të plotësuar kërkesat e trupit, ju duhet të shqetësoheni gjithashtu për nivelin e elektrolitëve dhe problemit të mbajtjes së ujit. 8 gota ujë në ditë është një rregull i përgjithshëm, por nevojat tuaja personale mund të ndryshojnë në bazë të aktivitetit tuaj fizik, moshës dhe peshës. Ajo që duhet të dini është se gjysmën e sasisë së ujit duhet ta pini sipas kësaj recete, ku do t'ju duhen 2 litra ujë, një lugë gjelle xhenxhefil pluhur, një kastravec mesatar i qëruar i prerë holl, një limon i madhësisë mesatare i prerë holl dhe 12 gjete menteje. Përzijeni të gjithë përbërësit dhe ujin e ftohtë konsumojeni përgjatë gjithë ditës. Ndërkohë, fryrja e stomakut është vërtet irrituese, por çaji i nenexhikut do t'ju vinë në ndihmë. Çaji i nenexhikut e qetëson stomakun dhe njëkohësisht largon fryrjen. Duhet ta pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjete nenexhiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mundet që të shtoni mjaltë ose limon. Në disa raste të tjera, sipas dëshirës tuaj, mund të shtoni edhe akull. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin. Çajin mund ta shoqëroni edhe me mjaltë ose lëng limoni. Për një filxhan me çaj ju nevojitet një lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.